Përshëndetje shqiptar kudo që ndodheni në përbot. Përshëndetje shqiptarët e Amerikës. Dashur shqiptar, ka gati 2 javë që Shqipëria, sidomos Tirana, I them tirani because ka ngelur gjithmonë rrugaqët, palca e komunistave, palca e rrugaqërisë. Pra sot të dashur shqiptar, sipas SPAK-ut, që kërkon arrestimin e Ballukut, arrestimin e Edi Ramës, arrestimin e Peleshit, arrestimin e Taulat Ballës, arrestimin e Blendi Çuçit, arrestimin e Fatmir Gjafës e shumë të tjerë që e kanë vrarë këtë popull, e kanë vjedhur këtë popull. Pra, të dashur shqiptar, ju e shihni në foto Edi Ramën, kryeministri I Shqipërisë për gati 14 vjet. Edi Rama në kohën e Nanos, ministri, dhe përsëri almost 3-4 herë kryetari I Bashkisë të Tiranës. Çfarë nuk kanë vjedhur në tokën e Shqipërisë? Çfarë nuk e kanë vjedhur tirancëve? Të tirancët sot, me gjithë pasuritë që kishin para komunizmit, përsëri vuajnë në përgjyqjet dhe nuk marrën asgjë. Të dashur shqiptar, sot Edi Rama, e shihni vetë në foto, mblodhi parlamentin e tij, I quajtur parlament se ka 80 e ca vota, por nuk I ka fituar, të emëruar. Pra, I mblodhi qëllimisht vetëm për të sharë SPAK-un, duke bërtitur 1 orë e 45 minuta. Pa pushimi çfarë? Vrerë për SPAK-un. Pse SPAK-u në arreston ne le të vjedhëm, punë e madhe. Pra, do të shihni dhe foton e hajdutëve të tjerë që janë mbledhur sot. A I shihni hajdutët, dashur shqiptar? Të janë hajdutët. 95% të këtyre që janë në tavolinë kanë vila, hotele, yzmeqar. Çfarë nuk kanë? Para, nuk I nëmrojnë me dorë, por I nëmrojnë me metro kub. Pra, të dashur shqiptarët e mi, erdhi koha e këtyre për të arrestuar. Pavarësisht se mblidhen, por aty janë të gjithë deputetët, gjoja të parlamentit, të gjithë të emëruar. Dikush mëngon aty, dashur shqiptar. Mëngon zvendos kryeministria Balluku, zonja Balluku mëngon aty. Mëngon për arsye se mizat e kalit shqipfolësit, gazetarët, analistët të quajtur, të emëruar për kaq vite, që llamatitën për televizor, mashtrojnë popullin shqiptar. Shqiptarët I njohin, po s'kan që bëjnë, sepse financohen po nga Edi Rama, nga PD-ja dhe nga PS-ja. Pra, lajmëruan të largohet sa më parë Balluku. Pra, Balluku nuk është aty. Ajo pra të janë mbledhur. Pra, unë po I them SPAK-ut përsëri. SPAK, mos bi gabim. Arrestohet sa më parë. Gjeni ku është. Puna juaj është puna juaj. Për atë pagueni që mirëni parat e taksave të Amerikës. Byroja kombëtare, ju jeni tamam si FBI. Përse u ka ikur? Ku është? Do mbani përgjegjësi penale. Për arsye se Ballukun duhet ta kishte arrestuar 2-3 javë më parë. Shqiptarët e mi, Edi Rama sot shpërtheu. Çfarë nuk tha për SPAK-un? Çfarë nuk thoshte për prokurorët? Çfarë nuk thoshte pse I arreston, si për shembull Ilir Metën, apo kryetare e Bashkisë, apo shokun e tij që ishte ministër I shëndetësisë? Do të thotë, sot I demek
mos t'ja hipni imunitetin. Do me thënë, mos ja heqin imunitetin, do me thënë të vjedhë. Shqiptarë, u kam thënë dhe përsëri e përsëri. U erdhi koha juaj për të marrë fatin e Shqipërisë, së bashku me ne. Erdhi koha juaj që s'kishte erdhë kur do njëherë. 82 vjet jeni sunduar, 82 vjet jeni vjedhur, 82 vjet keni punuar pa pagim, vetëm për një copë bukë e një palë kominoshe e një palë qisme një herë në vit. Shqiptarët e mi, a e shini këto fytyra që janë këtu. Para se të vinin këtu, ata ishën kocke lëkur, shiko si janë. A i shini si janë, ka përdisur. Fliste Edi Rama për 1 orë e 45 minuta, pa pushim, vinte ku vinte, shante prokurorin. Por Edi Rama shante vërtet prokurorin, por prokuroria është në heshtje. Çfarë bën kryetari i prokurorisë të përgjithshme, zoti Qela? Ku është Balluku? Ku është Zvenc, kryeministri që iku në Zvicër? Mendoni që të ikën dhe këta? Po ju do mbani përgjegjësi sepse sot jeni me detyrë, jeni kryetari i prokurorisë të përgjithshme të Shqipërisë. Spak do t'jetë vonë për ju, sepse të dhenat i keni marrë sot në mëngjes, dije edhe pardije, direkt nga Amerika. Dushi të kishtë arrestuar dhe të arrestoni. Duhet të arrestoni urgjent Berishën, për arsye se kërkojnë revolt, kërkojnë të shkatërrojnë kombin e Shqipërisë, kërkojnë një 97 me hidhur, që bëjmë propagandë, mendojnë se do zenë rrugët nesër, ditën e shtunë. Dashur shqiptar, këto fytyra janë, këto fytyra kam përzën fëmijët tuaj. Regjizori që ose ka mundësi, mund të shojmë se si fëmijët tuaj para vit, a e shini dashur shqiptar, që është jo për të qarë, po për të shkurur flokët. Ja pra fëmijët tuaj, ja pra fëmijët tuaj dashur shqiptar ku janë. Kocke lëkur, hidhe. Shiko dashur shqiptar, italianët, si që thash brëm, u idhin buk tamam si që u hedhen me baktivë. A e shini dashur shqiptar si janë bërë. Ja pra këta janë bërë nga 70 vjetë. Këta janë bërë nga 60 vjetë. Fëmijët e tyre janë sot 35 vjetë në Itali, në për Evropë, në Francë, që u hedhen pashaportët. O shqiptarët e mbi, mund të shihni një foto tjetër e përsi do shohim të. Shikoni pra dashur shqiptar. A e shikoni vapori tjetër më poshtë. Është vapori tjetër plot e përplot me shqiptarë. Shikoni dashur shqiptar. Qo si hidhen, janë fëmijët tuaj. Janë fëmijët tuaj dashur shqiptar. Ja pra, këta këlyshët tallen përsëri me gjakun tuaj, tallen me fëmijët tuaj. A e shihni dashur shqiptar. Këta kanë ikur, këta qajnë natë e ditë. A e shikoni, kanë ikur 3 milion e gjysmë shqiptar për 35 vjetë. Janë rrugëve të botës. Për ditë më bëjnë telefon, për ditë më shkruajnë, për ditë postieri është ngarkuar në Tiranë vetëm për ne. Vjen vazhdimisht pakot e dynjas që dërgojnë, kërkojnë ndihmë. Për këtë arsye dashur shqiptar, kam krijuar qeverinë teknike. Por e kam krijuar për ju të vini, për fëmijët tuaj. Unë jam shërbëtori tuaj, unë po bëj sakrificë, kam vite e dekada. Bëni e ju sakrificë, të shpëtoni një herë mirë plirat që u kanë vrarë,
që u kanë vjedhur, flirat që u lanë fëmijët rrugëve. Sot me erdhë shumë njerëz, më ka erdhë e një person nga Dibra, i vjetër në moshë, djalin në Itali, 2 djemë, edhe ai si ka parë për 12 vjetë. Pra, minjan të 2 pleqë, qajnë natë e ditë. Shëgojnë dritën jashtë, mos u vi djali, mos u trokasi më derë në dritare, o në derën e shqyerë, sepse nuk kanë para të audisën shtëpinë të dashur shqiptarë. Të gjithë ju që më dëgjoni, të gjithë jeni njësoj. Nuk keni arritur të audisi shtëpi tuaj për 30 e ca vjetë, sepse nuk u lenë këta, dhe parat që u a dërgojnë, këta u a marrin, din marifet në tyre. Këta janë spiona, këta janë agentat të Serbit, agentat të Greku. O shqiptar, është dita e çlirimit të Shqipërisë. E keni në dorë ju, pavarësi se ne krijuam, por ne s'mund të jemi vetëm, duhet jeni edhe ju, se duhen me mira e me mira në punë, duhen me mira e me mira ambasador, drejtor, të behen e kurudha në Shqipëri, me njëherë autostrada të behet me 4 rrugë të dashur shqiptar. Na kanë erdhur specialistët, inxhinier shqiptar që kanë nga 20 vjet në Hollandë, kanë nga 20 vjet në Gjermani, kanë erdhur këtu për të bërë, për të punuar rrugët. A e shihni se ç'bën këta dashur shqiptar? A mos pak? Po u ale fajin ju, populli shqiptar, më dërgojnë dhe më thonë, Amerika i paguan spakun, pse nuk lëviz? Pse ajo rruga që u rrëzua, duke shkuar nga Librazhi në Pogradec? Kush e rrëzovi? Çfarë kanë bërë? Kjo është puna juaj. Pse ranë me njëherë? Pra, është diçka, është kriminale, është bërë qëllimisht që të bëhet rrëmuj, është bërë qëllimisht që të vriten shqiptarët, është bërë qëllimisht që rrugët që të bëjnë aksident shqiptarët. Nuk u ngopën me gjakun e shqiptarëve, nuk u ngopën me këta të hedhur. A i shikoni si nxjerrën një i tjetrit. Janë mbytur shumë njerëz dashur shqiptarë, se nuk dini not. Italianës barthin dhëmbët. E tani, nga thënë kanë, italianën do sjellëm, indian, zezak, do sjell kanë në Shqipëri. Po jo të dashur shqiptarë. Këta i bin qëllimisht për të marrë para. Pra nuk do të ketë më këmbë të huaj. Unë dua ndihmën tuaj, për veten tuaj, jo për Pilinçin. Pilinçi është shëndoshë mirë. Pilinçi e ka familjen në rregull. Por unë kam erdhur për ju, kam erdhur për kombin tim, sepse kombi tim ka shekull e shekull që vuan. Pra, shqiptar, e janë i sa më parë, mos dëgjoni që flasën në për internet, në YouTube, kanë hapur maraushgat me çdo vend, mizat e kalit, shqipfolësit, dhe flasën. Gjoja shaj një i tjetrin pa të janë bashkë, ju i kuptuat se janë bashkë, e muart me mend që janë bashkë, duan të hedhën revolt. Gjermania i lajmëroi Edi Ramën, ministri jashtë, i tha, s'ke punë me ne, me në Evropë. Arestimet pse i ke ndaluar? Edi Rama i ka ndaluar. Berisha i ka ndaluar. Sepse ka njerëz brenda, në SPAK, janë 4-5 veta, ata do arrestohen. Ata do konfiskohen, kanë vila, kanë hotele. Ne i dim të dashur. Po kush të vinte? Ata janë, s'ka të tjerë. Pra, unë i them, pavarësisht se ka ikur me shërbim në Gjermani, urgjent, kryetari i SPAK-ut, po dëgjoj, o kryetari i SPAK-ut, unë po drejtohem drejt, po të shkoj drejtje në syt. Sa u zgjodhe, bilem në tavolinë, nxore edhe shishen nga çanta, gjoja sikur ti e mban pretekst se gjoja mos të helmojnë, pra biografia jote një jetë. Por,
ti je aty në SPAK. Nëse ti nuk e arreston Ballukun ta gjesh ku ka iku në Greqia, ku është, ku është fshehur, ti do mbash përgjegjësi. Pavarësisht se të kërkohen në Gjermani urgjent, por duhet urgjent të arrestohet Balluku. Të arrestohet, si thash, Peleshi, që ka vjedhur në Korçë, ka qenë kryetar bashkie, 2 herë ministër. Të arrestohet Gjaçka, që ka vjedhur, që përsëri e mbajti gjykata kushtetute. Ajo gjykata kushtetute akoma se ka nxjerr, si thonë në libra, si që thonë, dallaveret që bëjnë, o kushtetut, o gjykata kushtetute. Unë kam thënë edhe më përpara, dosjet tuaja janë shumë të rënda. Akoma, edhe Edi Rama e tha sot, unë pres vendimin e kushtetutës. E tha me gojë, thot, po ne duam ta shohim me shkrim. Kushtetut, të gjithë ne e dim kush jeni. Ka ardhur fundi, dashur shqiptar. Unë nuk kam thënë Amerika është me 97% të shqiptarëve. Shqiptarët e mi, kur shikon foton, nuk të zgjumin. Kurse këtu janë mbushur televizorë, klani klaneve, me Fazliqin, e me të tërë, Top Channel, News 24, Visioni Plus, raporteve e Italianit, vjen këtu edhe Green Salata, vjen këtu dhe bëjmë propagandë çdo natë, dalën gjoja avukat në TV-ja, televizion, deri në orën 12 të natës. Gjoja me disa jurist, avukat, gazetar, flasën, ndihmojnë Ballukun, ndihmojnë hajdutët, sepse hajdutët i paguajnë këta. Pra shqiptarët e mi, e shihni dhe vetë ku ka rritur gjendja. Nëse ju i doni fëmijët që po qajnë, punojnë nga 2 punë dhe për Evropë, punojnë në Amerikë, kanë për të paguar qiran, disa janë shumë mirë, janë profesora, janë inxhiniera, fëmijët e tyre, janë shumë të aftë. Shqiptarët janë të zgjuar, por aman e kanë mendjen dhe Shqipëria. E kanë mendjen që të kthehen të shohin një ditë të bardhë. Duan të kthehen, e njeri më shkruan me lot në sy. E u lutova. Thot, mbusha, thot, 65 vjet në Itali. Fëmijët e mi janë të shkëlqyeshëm në shkollë. Po unë dua, thot, që eshtrat e mia të pushojnë në tokën time, në tokën e gjyshve të mi, në tokën e nënës time, e të babës tim që kam punuar në për kooperativa, në Malësi e kam fjalën, nga Kuksi. Qajnë me lot të vinë në tokën e Shqipërisë. Nuk ka me ëmbël kjo tokë të dashur shqiptar. E di pse është e ëmbël? Sepse është me gjak. Me shekull na kanë vrarë. Ne kemi vend dhe muzikën aty, dashur shqiptar. Reale. Evropa e mallkuar na coptovi. E francezët, e englezët na bën copa, kurse tashin na ka futur hajdutët, mashtrusët, dalën para jush, u shesën mendje, me kostumet moderne, me makina moderne, vjen han drek e dark në për Evropë, pra shqiptar, zgjoni. Zgjoni, e janë në shpresa e kombit. E janë në shpresa e kombit të shpëtoni. E janë në shpresa e kombit Kosova, Maqedonia, Malizi. E janë të dashur shqiptar. E janë të mblidhemi të bëjmë Shqipërinë. Kemi Chelsea për Shqipërinë me kufin natyror. Amerika është me ju, dashur shqiptar. U kam thënë dhe po them. Amerika po paguan miliona $, po sjell specialistët, po sjell të FBI-s, po sjell prokuror, po i paguan Amerika për të përmirësuar Shqipërinë.
për të eliminuar hajdutët e rrugaqët të vinë, sepse janë jashtë atë dheu. Të dashur shqiptar, siç thash, qëllimisht u mblodh sot kryeministri Edi Rama, i mblodhi deputetët e tij që i ka emëruar vetë, që nuk i njeh kurkushi, edhe familje tyre nuk ka jepte votat as lagja, po i kanë marrë vetëm gjoja si PS e gjoja si PD. Të dashur shqiptar, unë përsëri do dalë në orën 6, do kemi më të reja, por i shihni dhe vetë, erdhi koha. Ne kemi qelsin të dashur shqiptar, ju keni duart për të erdhur, për të punuar. Ju keni lapsin që të bëheni ambasador, që të bëheni polica, që të bëheni FBI, që të bëheni inteligjenca. Shqiptar din 4-5 gjuhë. Të dashur shqiptar, miru pafshim në orën 6.